Portret gjysheje. Sonila e patet të nevojshme ta bëje këtë libër. Pak a shumë në një shfletim, sepse unë sapo e mora në duar, vura re që është e ndarë në vite. Çdo histori, pra deri në 2000, nuk arrita dot, nuk e mbaj mend, 2004. 2004. Mund të na tregosh pak të gjithëve se përse e solle këtë libër? Po, Katerina. Para ju falenderoj për ftesën, sepse është një libër për cilin nuk kam emocion më shumë se për çdo libër tjetër. Aty brenda është jeta ime, është shpirti im, i lidhur me një tjetër shpirt, me gjyshen. Janë vite jo afër njëri tjetrit, nis me vitin 81, pastaj 84, 85, 87 dhe më pas kalojmë në periudhën post-komuniste, 93, 2004, edhe 2003. Është një ndarje? Është një ndarje, nuk është rastësora. Gjyshja ime, kjo është gjyshja nga babai, u largua e para nga jeta, pata fatin që gjyshen tjetër ta jetoj më gjatë, shumë më gjatë, dhe jam e lumtur për këtë, por kjo gjyshe më rriti në një farë mënyre, kam qenë shumë e lidhur me, ndonjëherë më duket edhe sikur e lë pak pas dore imazhin e gjyshes tjetër, i kam dashur të dyja shumë, por gjyshja nga babi, mami Liria, siç e quaj, unë i kemi quajtur mami Liria dhe babi Nonda, gjyshja nga babi ka qenë e veçantë, ka qenë mësuesa. Më ka rritur gjithmonë me atë, i duke sikur donte të më edukonte, të më rënjoste ato idetë e saj, parimet e saj, vlerat e saj, por gjëja më e bukur që ajo ka bërë nuk ka qenë që këto gjëra mi ka rënjosur nëpërmjet fjalëve apo nëpërmjet këshillave, mi ka rënjosur me veprime. Dhe kjo është, për mua, mendoj që ka qenë fat dhe privilegj. Gjysha ime ka bërë shkollën te nëna mbretresh, i është dedikuar mësuesisë, për shumë vite u martua vonë, jo siç martoheshin atë kohë, dhe këtë që unë ndjeja, e shija si ajo kishte ato gjestet apo ato veprimet e një mësuese, edhe me mua. Por me mua ka qenë shumë më e dëmshur. Të them një pasazh të vogël, kam qenë e vogël, kam qenë 6 vjeç, 5 vjeç, viti 81, kam qenë, s'kisha bërë 8 vjeç, s'kisha bërë 6 vjeç, dhe ajo punonte me grep. Sot ka humbur mbasi ai imazhi asaj gjyshes klasike që punon me shtiza me grep, ka ndryshuar mënyra jetesës, kam përshtypjen, qasja me jetën, gjyshet sot janë më të reja, nuk është më ai imazhi i gjyshes klasike, kjo është diçka e mirë, sepse gruaja gjithmonë tani është më e mbajtur, më e hapur ndaj jetës, por sikur nuk e kemi më atë gjyshen që kemi patur, që kam patur unë të paktën. Dhe unë e pyes, mbaj mend dhe e pyes, mami Liria, si bëhet, si është puna me grep? Do të rëndom, kam përshtypjen që gjyshja apo nëna apo të rriturit, ti thon fëmijës si e vogël tani, do ta mësoj unë më vonë, vazhdo luaj. Unë e mbaj mend atë ditë dhe kam përshkruar në libër, është shërofimi i parë që tregoj, sepse ajo u ul me mua, ka qenë te shtëpia ime, nuk jetonte me ne, jetonte me xhaxhain. Kishte raste që vinte flinte te shtëpia jonë dhe prandaj mbase mua më janë fiksuar këto gjëra sepse ishin të veçanta, ishin shkëputja e përditshmërisë, ajo rrinte me ne dhe për mua ishte festë. Po. Dhe unë mbaj mend 1 orë, 2 orë që ajo mua më mëson ul dhe me një seriozitet. Sikur unë të isha një vajzë e rritur dhe do ta kuptoja, sikur unë të isha një vajzë që isha në gjendje të mësoja punën me grep, ajo ul me mua dhe ma shpjegoj. Nuk kam patur interes për punën me shtiza apo me grep asnjëherë, por unë dita punoj dhe mendoj që kjo është rrjedhoje atij serioziteti dhe asaj përkushtimit dhe dedikimit që pati gjyshja ime atë ditë, dhe kam përshtypjen që ka ndikuar shumë tek unë në edukimin e Timbiri. Më mbrapa, unë dhe kur i lexoja pralla apo kur i tregoja një ngjarje, edhe nëse do të ishte një fantazi, një prall, kam qenë shumë serioze në përshkrimin e mesazhit të asaj çfarë linte kjo pralla për ky rrëfim tek Timbir, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme ti dedikosh vëmendje një fëmie dhe përkushtim dhe dedikim dhe ai të kuptoj që vlen dhe kjo që ti po bën me atë, ti po i dedikon vëmendje dhe kjo do të ndikoj shumë se si ai do t'i marrë ato mësime dhe se si do t'i transmetoj më pas. Nuk dua të zgjatem, janë vitet para 90-s që janë një fëmijë
është një fëmijë si merr dashurinë, mësimet për kushtimin e gjyshes dhe pas 90-s është një adoleshente dhe një grua e rritur. Të mendosh janë veprime shumë të vogla në këto që Pikërisht. vinë nga një gjyshe. Pra gatimi, siç thatë, mënyrat e përditshmërisë, qëndisja, ndoshta një fjalë për detyrat e shtëpisë, po më thoje përpara se të hynim në transmetim që të thoshte shkruaj bukur. Kaq gjëra të vogla, po ju nuk i keni harruar kurse si. Pra janë shkruar kujtime që përbëjnë fëmijërinë në fund. Unë e kisha zili kur fliste përpara, Juela, sepse e ka jetuar, ka patur fatin që i ka jetuar, i ka patur afër 90 vjeç. Unë kam me gjyshen nga nëna, kemi një foto 4 breza, gjyshja, mami, unë dhe i mbirë. Gjyshja nuk pata fatin ta kem dhe me gjyshen tjetër dhe janë kujtimet të mrekullueshme që do të mbeten për jetë. Ndërsa me gjyshen nga babi, patëm vetëm fatin të kishim foton me 3 breza. Por këto gjërat e vogla, është një pjesë aty në libër që unë përshkruaj një moment në plazh, kur morëm gjyshen me vete dhe për mua janë gjëra shumë të vogla, janë gjëra shumë normale, kur ne rinim në rër, apo kur ziheshim që donim të futeshim në det dhe nuk na lejonin, do futemi tani, duam të notojmë, edhe pse sa kemi ngrënë. Gjëra që ndodhin në çdo familje, por unë i kam të fiksuara mbase mendoj për atë normalitetin që kanë brenda tyre, për atë thjeshtësinë e asaj jetese. Çfarë është, ndonjëri bëj pyetje vetes, çfarë është lumturia? Lumturia janë grimca, çfarë kërkojmë nga jeta? A ka gjë më të bukur se sa paqja shpirtërore, ulur në rër, duke u bërë pjesë me rër, duke shijuar një perëndim dhe duke qenë pranë gjyshes, pranë mamit, pranë babit. Mbase ne rritemi, kërkojmë shumë, pretendojmë shumë, lakmojmë shumë, por këto gjëra që na duken aq të thjeshta dhe aq normale në fëmijëri, këto janë ato që ne do të na mbeten. Këtë për mendimin tim, këto janë lumturia. Të paqta, vërtet. E konceptojmë lumturinë dhe mbase ka grimca lumturie dhe sigurisht që ka. Por lumturia në gjatësinë e saj që ne do të na vi më mbrapa, është thjesht paqja shpirtërore, të shijosh një perëndim, të shohësh lindjen e diellit. Dhe të kesh sigurinë që ke në krah një njeri që të mbron dhe të do shumë. Dhe të kesh dashuri. Dhe vështirë, po themi, do t'jetë për te familjes, jashtë familjes, të kesh po të njëjtën siguri, qetësi dhe dashuri dhe ngrohtësi, siç mund t'jetë kjo për shembull e gjyshes apo e prindërve. Katerina, të pazëvendësueshme. Mua më ndodh diçka, tani më vin këto fleshe që dua t'i them. Unë nda gjyshja, kur unë kam qenë s'kisha bërë 14 vjeç, dhe unë atëherë nuk e dija çfarë më la pas. Nuk e dija kujtimin dhe mallin që do të mbaja mbrapa. Unë kam imazhin e gjyshes time me flokë të zeza, sepse ajo lyente gjithmonë, gjë që nuk ndodhte në atë kohë, i lyente vetë. Atëherë nuk lyenin flokët vajzat e reja, imagjino gjyshet. Mbaj shumë. Nuk dua të bie në përsëritje, sepse e kam thënë lynte fytyrën me lëkurat e kastravecit, as me kastravec, se nuk kishim në atë kohë atë luksin që ta mbanim kastravecin për të lyer fytyrën, por e mbante jashtëzakonisht veten, vishej, dilte me shall. Ka patur një motër në Itali dhe ajo sillte gjëra dhe gjyshja ime kishte shumë dëshirë të mbaj. Dhe këto gjërat, këto, domethënë, këto kujtime unë i kam kaq fort brenda dhe nuk arrit dot t'i shkëpuz dhe ky malli që është në të njëjtën kohë dhe prani brenda vetes, e kam, them, nuk e mendoja që kur gjyshja ndroi jetë, që do të më linte mbrapa, do me thënë, nuk e kisha atëherë këtë perceptim, që do të avuaja kaq shumë pranin. Ti ke ruajtur kaq kujtime? Se 14 vjeç ke qenë kur është larguar gjyshja nga jeta, apo jo? Kam qenë e vogël. Ndërkohë që janë shumë vite nga 14 deri më sot dhe ke ruajtur kaq shumë me të njëjtin intensitet, më duket, paktën në mënyrën si e shpjegon. Shumë e çuditshme, Agida, më ndodh një nuk e di, është telepati, patjetër. Unë e kam në ëndër gjyshen, ëndrat e mia janë, kur kam mësuar të ja bicikletës, kam patur ankth dhe kam patur frikë, dhe më del shpesh në ëndër që unë marr një bicikletë dhe heci, dhe kur arrit të jap kësaj biciklete, kjo është simboli lirisë. Duke i dhënë kësaj biciklete, unë kuptoj që jam e lirë, po heci, po jap, i kaloj këto rrugët, që janë pak a shumë një lloj, janë gjithmonë, dhe në fund të rrugës unë shoh gjyshen. Dhe këtë ëndër e shoh kur ka momentet vështira tek vetja, apo dhe në momentet bukura, e shoh dhe sot, kur jam martuar, më ka dalë në ëndër, në provimet vështira, që kam patur vërtet, gjyshja ime ka qenë aty në fund të rrugicës. Jo gjithmonë e njëjta ëndër, në momente shumë të forta që unë i përshkruaj në libër,
ëndra ka qenë ndryshe. Nuk po e zbuloj, por nuk e kuptoj pse më ndjek. Nuk e kuptoj, e shpjegoj me telepati, ose dëshira ime do t'ishte edhe diçka tjetër, dhe ku i diet? Çfarë janë? Ndoj që shpirti e saj është akoma. Beson në këtë ide, pra në botën e përtejme, në praninë e shpirtit të saj. Patjetër, nuk dua jeta është mister. Jo gjithçka që ne nuk shohim nuk do të thotë që nuk ekziston. Dhe për këtë jemi gjithë të sigurt. Qartë si ne shohim dhe dëgjojmë në një frekuencë të caktuar, në një valë të caktuar, kështu që pjesën tjetër nuk e dim. Dhe këto me zi kuptojmë do njëherë. Ka dimensione edhe jetave, ka dimensione që mbase nuk i sundojmë. Dhe unë këto nuk di ta them, nuk e sundoj, por unë di çfarë përjetoj dhe çfarë ndjej, çfarë kam, çfarë shoh. Unë ndjej që gjyshja është me mua. Dhe unë e kam përshkruar, e kam treguar këtë gjë në libër parën, pa kaluar në egzagjerime, kam thënë atë që unë kam jetuar, atë që unë jetoj dhe që përjetoj. Duhet të theksoj edhe diçka, koha me gjyshrit është e kufizuar, nuk do t'jetë e përjetshme, kështu që sa më shumë kujtime, sa më shumë dashuri, sa më shumë kohë cilësore dhe të vyer me ta. Këtë këshill u jap unë të gjithëve atyre që kam fatin t'i kenë pranë.